Pyetja radhës thot: Selam aleikum hoç, a është kusht kur ta lexojmë surën Bekare, ta lexojmë me zë të lartë që të mbrohet shtëpia apo bën edhe në vete? Dhe a duhet ta lexojmë të gjithën për një herë apo bën edhe me ndërprerje? Se i takon përgjigjes e para, surën Bekare dhe çdo lexim tjetër të Kuranit, më i mira e të mirave është të lexohet me zë. Me zonë duke i lëviz buzë dhe duke i shqiptu shkronjat, që edhe veshi yt të ndëgjon, por kur kemi mirëkuptim me rrethin dhe vendin ku lexojmë, mundet pak edhe me zonë, matnar që ata të ndëgjojnë leximin e Kuranit, se Allah azza wa jall thot fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kur të lexohet Kurani, ju ndëgjojeni atë dhe heshtni. Mos falni. Kështu që Allah juve të bëjë rahmet, të mëshiroje. Që ta bën me dije se leximi i Kuranit me zë, që ndëgjënët të tjerit, është njëra nga shkaqet e momentet ku fitohet mëshira e Zotit. Kjo është e para. Po nëse s'mundesh me zë me lexu, dhe s'dan, së paku kur të lexojë Kur'an njeriu, duhet buzët të lëvizë. Që dhe me laçet dëshmojnë se janë shqiptuar shkronjat. Se nëse si lëviz buzët nuk konsiderohet leximi i Kuranit, sa është vetëm mendja tonë dhe nuk ka lexim. Leximi është me lexu, dhe me i Kuranit po flas. Dhe me i lëviz buzë që mi shqiptu shkronjat. Pa i lëviz buzë nuk mundet mi shqiptu shkronjat. Pa i shqiptu shkronjat, nuk mundesh me thonë që kam lexu Kur'an. Se nuk mundesh me thonë s'del bëja pa e bo të di buzë bashkë bë pa e bo. Bismillah, s'mundesh me e bo, bismillah ti në menë. Koroni sonë, shqiptu. Ka shkronja, ka shqiptime që kanë, çdo shkronja ka vendin e vetë, ajo është. Andaj, leximi i Koranit duhet bë duke i lëviz buzët së paku. Dhe më i mirë është që me lexu edhe me zë. Nëse pengon për rrethin, s'paku me zonë që ndëgjon ti vetveten. Sikur se për shembull, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin. Në këtë formë, kupton, që mos ti pengosh atë tjetrit. Kur e din se s'kan qef ato tjerit me ju pengu. Ke edhe një pjesë tjetër e pyetjes, dhe a duhet për njëra apo pjesë apo? Po dhe po. Pak lexon, pak rre, po. Po, nuk prish punë. Nuk prish punë. Menacio është të lexohet sureja El Bekare. Pa më parasysh sa lexohet për njëra apo lexohet me pauza. Dhe e vazhdon çati ku e ke lënë, jo prej fillimit. Ke lexuar 15 minuta, të ka një telefonat, e ke lënë, ke marrë ke fol telefon 15 minuta, masani e ke marrë ke pi një kafe, ke bën një pauzë, e ke vazhdu te faça 50 për shembull, e ke vazhdu pe atit ku e ke lënë dhe e ke çu pastaj deri në fund, sikur që është rendi në Bekare.